sulmet homofobike ndaj ambasadorit Gonzato apo komisioneres Marta Kos në thelb nuk kanë lidhje me homofobinë. Homofobi është gjëja e fundit që Berishës dhe atyre që ka pas vetes për të sulmuar udhëheqësit evropian mund të shkojnë ndërmend. Madje, po të hynte në interes politik, ata do të ishin sot flamurtar të LGBT-s apo të ligjeve që kërkon Evropa për familjen. E kanë provuar më parë. Arsyeja nuk është homofobia, por shtirja si eurofob për të maskuar afrimin e BE-s me Shqipërinë. Dhe që nuk është e ngjashme me euroskepticizmin klasik të atyre partive që duan të ruajnë vendin e tyre nga futja në BE. Është një eurofobi e veçantë që lidhet me urrëtitjen pse Evropa po kërkon të fusë në gjirin e saj vendin e tyre. Kjo lloj specieje nuk gjendet askund tjetër në Evropë. Në Evropë ka njerëz që urrejnë LGBT-n, të tjerë që janë shumë të hapur ndaj saj. Ka njerëz që urrejnë BE-n si institucion burokratik dhe janë në betejë për të mos qenë pjesë e saj. Ka vende që nuk duan të hynë në BE sepse nuk i pranojnë vlerat e saj. Por këta tanët nuk ngjajnë me asnjërin prej këtyre kategorive. Ata nuk e urrejnë Evropën për vlerat e saj. Nuk urrejnë as LGBT-n për identitetin e saj seksual. Ata urrejnë Evropën dhe udhëheqësit e saj, sepse në këtë moment ata janë pro Shqipërisë dhe kjo u duket si luftë kundër tyre. Fakti që kryeministri i vendit është Edi Rama i bën të ndjejnë si shpallje lufte çdo qëndrim pozitiv të BE-s ndaj Shqipërisë. Vetë ideja që Brukseli kërkon të shpejtojë anëtarësimin e vendit dhe të japë një raport progresi pozitiv për Shqipërinë, për ta është provokim. Ka që është gjithë intifade e tyre kundër Evropës. Nuk ka lidhje as me LGBT, as me homofobinë. Ka lidhje në urrëtitje ndaj Evropës që kërkon ta fusë Shqipërinë në familjen e saj, sepse kjo i nxjerr jashtë loje politikisht. Për fatin e tyre të keq, ambasadori Gonzato ka qenë një nga diplomatët më të afërt me opozitën nga përfaqësuesit e BE-s në Tiranë dhe nuk ka asnjë arsye politike që ta sulmojnë individualisht për shkak të qëndrimeve të tij. Ai ka psuar një dëm kolateral vetëm sepse dorëzoi në zyrën e kryeministrit një raport pozitiv për vendin. E njëjta gjë vlen për komisioneren Kos. Ndaj, mos kërkoni homofob në opozitën tonë. Disa prej tyre madje janë pjesë e komunitetit LGBT dhe mirë që janë. Ata nuk janë të shqetësuar për bythët e Evropës. Janë të shqetësuar për të shpëtuar bythën e tyre, sepse futja e Shqipërisë në BE u heq shpresën e fundit për pushtet.